Dhe të edhe unë e dim vëlla që Oveleja është komplet patrice partive politike që të PDK. Pa tjetër, edhe automatikisht me dalin në proteste OVL-s, po ngritën hipoteza pastaj edhe politike, edhe unë këto për ju përsëris edhe këtë që e kom thonë 100.000 herë, nuk mundeni me rëzu Albin Kurtin të e prejk në temat ku Albin Kurti vetë është i fuqishëm. Pra, sa i përket temës UÇK-s, kombit, etnis, e tjerë, Albin Kurti është shumë i fuqishëm se sa partit e tjera të cilat janë krah i luftës dhe janë të dalur nga lufta. Edhe në këtë situatë, unë po besoj që OVL-ja shumë mirë do të ishte të merrte ndonjë aksion simbolik të thjeshtë, se sa të tentonte të therte protestat. Ata mund të na bashkoheshin neve të shtunën në aksionin që e kishim, por nuk ishin të interesuar të bashkoheshin në atë aksion, edhe pse ne bënëm thirrje republike, që të gjithë ata të cilët kanë interes të vinë dhe të jenë pjesë. Me dashnë Oveleja, e kemi pas një shpion që ka qenë, ka punundu, që ka rrejt shqiptarët me atë librin e Kushtetutës Republikës, atë Kushtetutës Kosovës, e ka rrejt burgosin që ka lidhë në për radiator. Djali ti në botë ushtarës i kësë, sepse ka qenë këtë parti politike, ju i dini qëta, ta në i dim qëta në Kosovë. Pra, më thonë mu Oveleja, që koka që organizat për veterinarën luftës, që kemi pas dhe në kohën atyre ku konë tha që kemi pas gjatët e Sovjetarën që muaj lista kanë bo vetë vrasi për shkak gjendjen ekonomike. Gjavet, ka hesht, kalëcëm kur Oveleja u marrë me traumat mas luftës, ose ka bo diçka tjetër, për veteran, për vetë se ka pas pur politike ka pas. Është tamam paterit e partive politike. Kjo pjesë, të me thënë, unë nuk mund të kundërshtoj këtë pjesë, sepse OVL-ja si organizat as nuk është marrë me identifikimin, as nuk është marrë me trajtimin, as me zgjedhjen e halleve dhe problemeve të veteranëve. Muar kemi ditë, po që pëndu i dhe, a du në rasti shqiptare që u kapë në Serbi, dul Oveleja që kishte ditë, dul këtë Oveleja që e kemi ditë që su kom veteranë. Pra edhe heshtin, sepse është pur politike, zarma. Na mujme në gjitë arma, mujme me zbut këtë ratë. Po Oveleja s'ka kur gjo me veteranët UÇK-s në vërtet. Këta janë pur politike. Është pateritë për të kësë, Po Frosher, sa i